Tani, le të hedhim një sy këtij muaji energjik, njëkohësisht problematik, sepse shumë gjëra do të ndryshojnë. Prandaj është muaji i vështirësive i fundit për 2025-ën, sepse ka mjaft brenda për të thënë dhe shumë për të dhënë, për ata që dinë ta vlerësojnë atë që marrin. Prilli është një model ndikimi. Është pjesa e lënë pas që ka lënë Marsi. Dhe prilli ka ndikime sepse Marsi me lëvizjet e retrograd të Mërkurit dhe Afrodita në shenjën e Peshqve. Sigurisht kjo do të ndryshojë në mes të muajit dhe do të ndikohen shumë si një muaj ku gjysmë e dytë e zhvillimit të planit personal, ashtu dhe atë profesional, do duken sikur po zgjohemi nga gjumi dhe po marrim situatën në dorë tonë. Më datën 9 ka një ndikim dhe në datën 13 përkatësisht, Mërkuri dhe Afrodita kthehen në kursin e duhur, duke zhbllokuar gradualisht çështjet e komunikimit, kontratave, financave dhe gjithë marrëdhënieve tona, sepse ndikimi që kanë bërë